Në zemrën e fshatit Vrak të Shkodrës, ku ajri përzihet me aromën e tokës dhe detit, jeton 63 vjeçari Mark Gonaj, një njeri që ka lundruar mes dallgëve të jetës, njësoj siç dikur lundronte në ujërat e Adriatikut me gomone, drejt një ëndre për një jetë më të mirë. Në vitet e vështira, kur shumë shqiptarë rrezikonin gjithçka për t'u larguar drejt Italisë, edhe Marku mori guximin të përballet me detin. Një gomone, një natë e gjatë dhe një shpresë që i dishte në zemër të siguronte një jetë më të mirë për familjen që kishte lënë pas në Shkodër. 94 që kam shkuar në Greqi, ngaja 2 vite në Greqi, nuk më pëlqeu as sport. Kam marrë në Shqipëri, kam marrë rrugën e shkuar në Itali përsëri. 96-ën kam në Itali. Në 93-ën kam shkuar në kamp për në Greqi, Masanena me gomore, me skaf. Ishte 90% vdekje, 10% pështim. Kur kam ikur. Ishte shumë e rrezikshme, por këtu nuk mundishim me jetu, me përballu, me majt familjen, me rrit fëmijë, me ashtu ikin tanë këtu me si thush. Ishte pa mundshëm këtu të jetosh. A i punoj fort, shpesh në dy punë njëkohësisht, me atë vullnet e ekurt që ka karakterizuar gjithmonë, derisa arriti të ndërtoj bazat e qëndrueshme të jetës së tij. Punuar në një fabrikë, plus kam punuar në punë dytë. Jo me një rrugë, por me 2 rroga. Zoti, për 16 vite rresht. S'kam pushuar, s'kam hangër darkën e vitit 3 me familjen tënde vetëm në punë, ty punuar. Fillimisht kisha problemin nanë e babë shumë të lodhur. Babën se kam sot, nanën e kam për fatë mirë. Ishin vetëm, baba me tirat, shumë i smur, detërova më arë, bana hotelin, nërtova hotelin këtë si me thanë. Ma ata kurstime se kisha pak ka pak, mora bërqë, shumë më shumë familjeve të mija, rëve mi, e nërtova. Sot, pas shumë vitesh sakrificë në Itali, Mark Gonaj jeton me zonës turistike të Velipojës dhe fshatit të tij të lindjes, Vrak. Ai nuk është më thjesht emigranti që dikur kërkonte një shans, por është shembull i një njeriu që e ktheu atë shans në histori suksesi. Fillim bleva tokën këtu. Shitet i këto, kishte dalë një letër, shitet i këto, ka e këtu. Pyeta kush e ka, kishte një person këto, i ka qa ka letra, në të jam thamen në tërë, tha si kam ble filanit, tha për letra tapi tokët, tha nuk kam. Por për privatin, tha jam i përgjegjësën për shtetin atan, shtetin normalisht. E bleva këtë tokën këtu, fillova në tova, me djerë ballit, me mund shumë vite bana me njërtuar, me probleme faktikisht se po nërtën, pse po ashtumet, po gjithsesi arritne. Kur të arrishti gjajtë, duhet me qajtë mrapa nëse, është e kohë. Masanena sot jam shumë i kënaqur si jetoj dhe punoj në këtë vend. Me duart e veta, me ndihmën e bashkëshortes dhe për kushtimin e familjes, ka ngritur një hotel në Velipoj, duke e nisur nga hiçi. Në oborin e hotelit të tij, midis aromës së pijeve tradicionale dhe gjallërisë së pushuesve, Marku të pret me buzëqeshje, një kafe, një gotë raki e prodhuar në vreshtarinë e tij dhe pastaj nis rrëfimi. Njësë u gjetëm. U gjetëm në kjo, se pache me varë. A i flet me pasion për çdo detaj, për gastronomin, për produktet vendase, për çmimet që i mban të përballueshme, për dhomat që i ka dizajnuar me dorën e vet. Në çdo fjalë ndjen dashurinë për punën dhe për vendin. Vej 24 orë non-stop. Mund të them se këtu në recepcion flej 90% sezon. Se dikush ka nevojë i smur, do një oki, do një aspirin, dikush do një majtë pensionin, i kam gjithë nga pajisjet, shqetësore vetëm se jam mjek, se të gjitha i kam këto. Shërbinimin e parë. Dikush në shtatë i freguat të i pjek, mund digjet, kam ato pomatat, kam ato nimin e shpejt, kam ke parasysh mund ta shihni edhe kasetën se është dhe veçunë, dhe kretat janë shumë të kënaqur për shërbimin që bëj vetë. Në rrugicat e vogla pranë hotelit, Marku të shpije drejt pasurisë së tij më të madhe, tokës, baçet plot pemë frutore, udhënjtë lashtë, kosheret e bletëve që gumëzhinë në ndjell,
Vreshtaria që përhap aromën e verës së re, asnjë pëllëm nuk mbetet e papunuar. Çdo shkure, çdo rënjë ka një histori përpjekje pas saj. Unë kur u ktheva prej Italijës, erdha këtu, më lindi ideja të milli pemtore. Sepse mendova se është një diçka e ardhme, e mirë, edhe bio, të bëjmë bio. Unë shkova në Itali, në Sicilja, këto rajt tranquillant janë marrë në Sicilë Italisë. Edhe të tregon edhe vetë, mund ta shihni edhe prodhimin se sa prodhim të marrë ka. Unë vendosa se t'i bëj çdo gjë bio. Molla lethia, molla hardhja që po shifen, molla ullinj, molla pak shteja, po shteja nuk është toka e saj, në fakt të më drejtën nuk i ka për 7 tokës. Unë në fakt, tanë tokën si kam, e kam 100%. Se kam lanë një plam djerë, mund të thosh edhe anës rusi për me ba hije, kam 1000 ara. Banë edhe hijen edhe prodhimi del për vete i diçka. Ma mira e qashtë e kësaj punet, është gjitha bjet e këtë. Kush punon këtu? Punej 95% vetë, 5% marrë punëtor. Për t'i vijem do marrë punëtor. Për me krasit gjatë dimrit vetë. A ke parasysh? Nuk i përton punës? Ja, asë fije, asë njëherë. Edhe mund të thëmë në plot gojën kur hime punon, 2 punëtor me i pas së të madalin. Sa punoj dhe. Jam shumë malakli dhe bëj shumë e pasjen. Nuk një asë i këpar logë. Në obor, në hije, qëndron e ama, një grua e moshuar, me bastu në dorë dhe me sytë plot jetë. Ajo sri do të papun, tregon Marku me mall, edhe pse e lodhur nga vitet, kujdeset për shpendët dhe ndihmon në çdo gjë që mundet. Kena pukarej. Edhe u bon rëmuja si u bon, mund mërgimin të të ndjelë. Mund mërgimin djali i dytë, i kulle Marku, i kulle i vogli, tanë shkuën një mas njëjtë. Me plak. Me 2 nonset. E me 2 palë fëmijë, me bagëtije ishim një aty. Si përvonimisht, edhe djali i dytë e morë nonsen me 2 fëmijë. Ishin 2 gratë motra, ishin 2 punate a 2 motra. Ertë në kërës javës morë dhe punatën. Në gëmorë një kanë kaluë, me fështirësi bëllë. Njëna 2 fëmijë, tjeta 3 fëmijë, tjetë. Si atëherë, po mirë bëllë, bërë që qavrës zotit na ka për krahë Italia shumë. Me gëmorë në fëmija. Me gëmorë në fëmija. Shumë e shtirë. Edhe po, kur i prind vetin gratë, vetëm me njës të huajtë me fëmijët. Mark Gonaj është krenar për fëmijët e tij, të gjithë të arsimuar, të vendosur në Itali, por me shpirtin ende të lidhur me vendlindjen. Njëri prej djemve madje ka refuzuar një ofertë pune si profesionist në Kanada për të qenë më pranë familjes dhe për të investuar në tokën ku u rit. Unë dua që ata të kthehen, thot Marku me vendosmëri. Vraka ka njerëz punëtor, ka tokë pjellore, ka harmoni, këtu mund të bëhet shumë. Fëmijë kanë në Itali edhe sot, kanë kryer shkollat e larta, punojnë në Itali o Allah ata. Na kam nisë me fjallë të punuar me fëmijë me gjithë fill. Historia e Mark Gonajt është më shumë se një rrëfim emigrimi, është një histori rikthimi që tregon se ëndra nuk është vetëm të shkosh larg, por të kthehesh dhe të ndërtosh aty ku gjithçka filloi, nga gomunja e një nate të errët, te hoteli që sot pret turist në bregun e Velipojës. Rruga e tij është simboli i guximit, besimit dhe dashurisë për vendin. Në fund të bisedës, teksa dielli perëndon mbi udhinë dhe vreshtat, Marku buzëqesh. Kam lundruar shumë, por vetëm kur u ktheva, ndjeva se isha në portin tim. Kjo është historia e Mark Gonajt, emigrantit që u kthye sërish në vendlindje.